Emision frontal për sot nisi me një paralajmërim që kanë bërë serbët, të cilët pritet që nesër të protestojnë në Kurshumli pranë kufirit me Kosovën për këtë arsye me që është vala kur mërgjimtarët vinë nga vendet ku punojnë për të kaluar festat e fundvitit në Kosovë, atyre është bërë thirrje që ta shmangën këtë kalim. Edhe këtë fundvit jam mësyen vendlindjes. Numri i madh i bashkëdhetarëve kanë kaluar kilometra që të jenë në Kosovë për festa, disa për zgjedhjet e 28 dhjetorit e dikush për festat e fundvitit. Na kena orë për pushime normale, kështu që vijmë pushime për vitëri. Nuk i kena pas sanat për na orë, si orë, për na orë vesh për zgjedhje. As probleme rrugës nuk patën. Shumë mirë, ka qenë rruga e lirë, për 10 orë prej Frankfurtit kemi rikë. Por këtë fat s'do ta kenë ata që të mërkurën vinë në Kosovë. Kjo për shkak se adet në Kurshumli të Serbisë është paralajmëruar bllokim i rrugës. Kësaj qendra kombëtare për menaxhimin e kufinjeve ka apeluar për shmangje të kalimit në këtë anë. Duke u bazuar në bërimet e hapura mediat online me datë 24 dhjetor 2025, është paralajmëruar bllokadë e rrugës nga banorët në segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlisë, nga ora 11:50 deri në orën 15:50. Ju inkurajojmë që të shfrytëzoni rrugë tjera me qëllim evitimi të pengesave në rrugë. Lidhur me këtë çështje, njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Gora Kuqi thotë se mërgjimtarët mund të hasin në vështirësi. Për shkak se ajo protestë ka të bëjë me çështjet e brendshme të tyre që janë çështje administrative dhe edukative për shkak të investimeve ekonomike, dhe si e tillë ata kanë zgjedhur të bllokojnë një rrugë e cila është shumë e influencuar dhe është një rrugë kufitare, dhe ata e dinë mjaft mirë që tani ka asaj të shumë që kalojnë dhe sigurisht janë shqiptarë për shkak që vinë mërgjimtarët në Kuqi tha se ky paralajmërim po has në vesh të shordhër. Preferenca kryesore do të ishte që të shmangoj Serbia totalisht. Këtë do të ishte më e mira për shkak se edhe pse ne bëhet fjalë që lëvizja e lirë nuk duhet të ndalohet, mirë po Serbia nuk ka qenë respektuese e lëvizjes së lirë dhe vazhdimisht ju kanë nxjerrur të lashë shqiptarë, jo vetëm me arrestimin, por edhe me bllokada në kufij, me marrjen në pyetje të paduara dhe me vonesa jo transparente të cilën nuk kanë pas bëjnë fare me qytetarët e vot. Kjo nuk është hera e parë që protestohet në këtë pjesë të Serbisë. Shumë mërgjimtarë të cilët pra kanë vendosur që të kalojnë në pushimet dimrore dhe për të kaluar festat e fundvitit kanë edhe një arsye tjetër për të ardhur në Kosovë, pra është koha kur ata dhe mund të votojnë në zgjedhje jashtëzakonshme. Mirë, po gjatë këtyre ditëve kur ata duhet të qëndrojnë në Kosovë, sigurisht do të përballen edhe me mungesë e energjisë elektrike, e cila është prezente në shumë komuna të Kosovës. Për shqetësimin për mungesën e energjisë elektrike është shqetësuar edhe KQZ-ja, e cila ka një plan nëse eventualisht edhe në ditën e zgjedhjeve, mirë po edhe gjatë numërimit mungon energji elektrike. Vetëm gjatë këtij muaji u ndal rryma disa herë në fushatat të subjekteve politike. E furnizimi me energji elektrike mund të shkaktoj probleme edhe të dielën kur do votohet në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, sidomos në numërimin e votave. Ky shqetësim u ngrit të martën në mbledhjen e Komisionit Qendror Zgjedhor nga antari i PDK-s Arjanit Elshani. Konsideroj që prej KQZ-s nevojitet një komunikim i drejtë me ministrinë, por edhe me institucionet edhe organet tjera, këtë rast edhe me KEC-in edhe me KESKO-n edhe KOST-in, kushdo që është i nevojshëm për të harmonizuar edhe për të pa se ku mund të kemi sfida për ditën e zgjedhjeve. Pra po flasim për procesin e numërimit. Edhe antari i LDK-s Sami Hamiti pati pyetje lidhur me këtë temë, konkretisht për 2 qytete. Janë 2 regione në Kosovë që kanë problem me infrastrukturë, me rrjet, transmision. Rrjeti është Gjelani dhe është Malisheva. Mirë po drejtori i zyrës për regjistrim, certifikim dhe kontroll financiar të subjekteve politike Besnik Buzhala sqaroi se tashmë kanë pasur komunikim me KEC-in. Zona Malishevës është e vërtetë që është zona më e ndihshme në këtë territorin e Republikës Kosovës. KEC-i ka ato informata, i ka informatat edhe për numrin e generatorëve që janë në dispozicion në qendrat votimit, edhe informatat sa prej atyre generatorëve janë të disponueshëm për ndriçim. Ky po ashtu njoftoi se është vendosur që me 31 dhjetor procesi i numërimit të zhvillohet deri në orën 12 dhe më pas të ndërpritet, ndërsa të rifillojë me 1 janar nga ora 16. Është një pajtim që orari do të thotë me 31 dhjetor me qendrim 12, edhe me 1 janar 2026 me vazhdo pikë 4.
Sekretariati i KQZ-s tha se për këtë i ka njoftuar të gjitha komisionet komunale zgjedhore. Pra, jo vetëm KQZ-ja është shqetësuar për mungesën e energjisë elektrike, mirë por të shqetësuar janë edhe qytetarët e shënë qyteteve të Kosovës, përfshirë këtu edhe komunën e Malishevës, e po ashtu edhe qytetarët e komunës e Ferizajt, të cilët tash shumë orë, pra tash 12 orë, janë pa energji elektrike. Janë të pranishëm pothuajse në çdo lagje të qytetit. E zhurma e tyre dëgjohet kudo në Ferizaj. Generatorët ishin e vetmja alternativë për ferizajasit të hënën kur nuk patën energji elektrike për 12 orë. Kjo situatë po i pengon më së shumti qytetarëve. Problem vëlloj po kemë, se po na prishin frigiderat, po na prishin makinat, po na prishin po çka të bësh tash ti? Po vjet. A vetë nuk ka pas. Rrymë het. Ama se vjetë janë të vonë strokor vjetë. Po presi dhe sot e rryma. Nga mungesa e rrymës më së shumti po pësojnë bizneset. Një robaqepës tregon vështirësi që po i hasë gjatë punës. Për fatkesh me rrymë jena ka gjaku probleme, po zakonisht gjithë kuro sezona kena probleme, po... Qysh po ja lërne këto? Me generator. Sfidues procesin e punës po e kanë edhe kuzhinat tradicionale. Në dëmtar, edhe neve si biznes, se nuk mundesh me koni përgatit në gjitha terminet. Ndërkohë, dikush tjetër u detyruar të mbyll lokalin si pasojë e mungesës së energjisë. Ndryshe nga ajo që shihet në terren, kompania kosovare për distribuim me energji elektrike në Kosovë mohon se s'ka rrymë në Ferizaj. Kes njofton se në Ferizaj prishe për të cilën keni dërguar pyetje ka ndodhur të shtunën, ndërka gjatë ditës së sotme Kes njofton se Ferizaj ka furnizim të qëndrueshëm energji elektrike. Ankesa për këtë gjendje kanë edhe nga dhoma e tregtisë dhe industrisë. Tash po krijohet një kosto shtesë. Duhet me ble naftë. Nafta është me çmim të shtrenjtë. Me një kosto, tjetrat e lashe e madhe që po ndodhë, edhe që ka ndodhë edhe para pak kohë që ka pas do reduktime tjera, ka qenë këto themi reduktimet e paparalirmuar, të cilat janë duke shkaktuar dëme sepse po i prishin stabilimentet e fabrikave. Sipas qytetarëve, gjatë vitit të kaluar, Ferizaj është përballur shpeshherë me mungesë të energjisë elektrike. E zyra e regulatorit për energji elektrike e ka se në muajin mars të merret vendimi për tarifat e reja energjetike të cilat do të hyjnë në fuqi në muajin prill. ZRE ju njofton se procesi i shqyrtimit të tarifave të energjisë elektrike zhvillohet në disa faza regulative. Aplikimet për të hyrat e lejuara nga operatorët dhe furnizuesit e licencuar pritet të dorëzohen gjatë javës së tretë të muajit janar të vitit 2026, pas të cilës ZRE do të bëjë shqyrtimin rregullativ. Vendimi përfundimtar për tarifat pritet gjatë muajit të mars të vitit 2026, ndërsa zbatimi i tarifave të reja do të fillojë nga muaji prill 2026 në përputhje me kornizën ligjore në fuqi, thuhet në njoftimin e ZRE-s. Të ku flasim tash për partitë politike të cilat e kanë bërë publike pra programin e tyre, mirë po këtë program e ka analizuar Instituti Kosovës për Drejtësi, i cili ka dalur me një raport dhe ka thënë se nga 4 premtimet kryesore, pra mungon plani për vettingun. Vettingun e shohim të domosdoshëm dhe të pashmangshëm. Diskutimi duhet shtruar në atë se si duhet zhvilluar ky proces dhe sa më shpejt. Për të diskutuan shumë herë e në plot vende. Anipsaktar të ndryshëm të partive politike vettingun e kanë parë si një proces të domosdoshëm, asnjë prej tyre nuk e ka përfshirë atë në programin e saj politik. Kjo është vetëm një nga të gjeturat e raportit të Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili u prezantua këtë të martë. Programet nuk ofrojnë vizionet të qarta për reformën në sistemin e drejtësisë. Çështje të rëndësishme si vettingu në drejtësi, lufta kundër korrupsion, integriteti në fushën e prokurimit publik, mbesin pothuajse jashtë trajtimit nga ana e programeve të partive politike. Sipas IKD-s, në shumicën e rasteve, angazhimet mbeten në nivel të përgjithshëm apo deklarativ, pra diskutohen në debate televizive. Gjetjet kryesore të raportit tregojnë se asnjë nga programet e partive politike
nuk ofrojnë një qosje gjithë përfshirëse të strukturuar dhe të matshme për avansimin e fushës së qeverisjes së mirë dhe sundimit të ligjit. Në shumicën e rasteve, angazhimet mbesin në nivel të përgjithshëm apo deklarativ, pa u shoqëruar me mosa konkrete, mekanizma zbatime, afate dhe rezultate të pritshme. Një strategji si kjo po përdoret sipas IKD-s për t'i ikur përgjithësisë. Si duket kjo është strategji e partive politike në mënyrë që me ik përgjithësisë. Ne nesër nëse duhem ta matim, si të themi, punën e tyre, nëse to parti politike nesër vinë në pushtet, atëherë nëse matim me programe politike, mund të themi që nuk kanë obligime, sepse këto që përmendën në raport nuk janë në programe politike, por ne duhet. Bazuar në poentimin e përgjithshëm prej 50 pikësh, IKD ka renditur të parën AK-n me 13 pikë, që pasohet nga LDK me 11 pikë, VV me 9, ndërsa PDK renditet e fundit me 6 pikë. Emisionin frontale vazhdojmë pra me bisedën e studio, jemi në prag të zgjedhjeve nacionale, zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat do të mbahen me 28 dhjetor këtu në Kosovë. Diaspora kanë ardhur, pritet të vinë edhe shumë të tjerë. Sigurisht për të kaluar pushimet dimrore mirë, po edhe kanë mundësinë për të votuar. Sigurisht se partitë politike janë të angazhuara për të bindur jo vetëm diasporën, mirë po edhe qytetarët të cilët jetojnë këtu në Kosovë me programet e tyre, me ofertat e tyre. Për të diskutuar për këtë çështje, pra për programin e Partisë Demokratike të Kosovës, për ofertën që ka si kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet të Kuvendit të Kosovës, me mua në studio është Alben Gega. Zotë Gega, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë që je pjesë e emisionit frontal. Faleminderit për ftesën. Qysh Males Suareken? Mirë, Suareka shumë, është aktive, janë aktivizuar strukturat e Partisë Demokratike, shtabi zgjedhor, kryesia, Rinia Demokratike. Prita që po më thotë kanë botë falja, po së... Miqt, pra mi jemi ka në Peçan edhe miqt të përshëndet. Qysh kalohet në Peçan? Mirë. Peçani është fshati kandidatit tjetër Enverit, profesorit Enverit. Jo të folëm për nëj katon tjetër, se Peçanën unë një mirë shumë. Qysh po shkojnë të ditët, realisht shumë pak ditë fushat, po nuk e di qysh po shkojnë të... Me të drejtën, unë pak ma heret para fushat të zyrtareve që jam përcaktu për të qenë kandidatë dhe kom fillu një fushat kështu intenzive me njerëz edhe jashtë struktura, me takime private, individuale, me njerëz nga për lokale. E kemi bo një fushat mire zbashku edhe me struktura tjera, sidomos me shefin e shtabit zgjedhor aty, doktor Arbrimin. Kemi punu mirë po intensiteti nuk ka shumë entuziazëm, fushata nuk ka entuziazëm të gjitha partit kjo vërejt. Po vërtet e kom vrejtë dhe partit tjera, jo pankohen, po janë të e pasi, se me thonë, si shqetësim, ndoshta mungesin e entuziazëm. Ndoshta e në lodhë njerëzit, pra mrana viti 4 herë juro me votu. Po shumë shkurt është koha e zgjedhjeve lokale që ka qenë fushata dhe po duket që njerëz nuk janë shkput prej fushatës zgjedhjeve lokale, veç pe vazhdojnë qatë ritëm të e prit ditën e zgjedhjeve. Qa po thojnë qytetarët? Sepse ju i takoni çdo ditë, na mundja me supozu, po ju i takoni. Qa po thojnë qytetarët për zgjedhjet, për mundësinë e ndryshimet në qeveri, ose qysh ju presin? Me thonë drejtën, bazë bisedave që kemi pas na me njerëz saktum, unë shoh që ka me pas ndryshime dhe shoh Partinë Demokratike fituese, e shoh kryeministër Bedri Hamzën vitin 2026, ka pas një lodhje të njerëz, sidomos ky maltretimi nënmujor të mos formimi institucioneve, edhe pak se cilin një të ofendun, dhe me thënë kemi dalë, kemi votu në zgjedhjet rregullta me nënë shkurt, edhe qyshtojnë të naj pa bonën hesap, dhe më nuk është vlerësu vota, 800.000-900.000 njerëzve që ka dalë me votu me bo një zgjidhe, nuk ka pas një farë zgjidhe. Kjo është një farë shqetësimi që unë e shoh që ka me reflektu pozitiv, sidomos të Partia Demokratike, të kryeministri Bedri Hamza që ka paraqit një program jashtëzakonisht mirë, të zhvillimi ekonomik, të përkraja pensionistave, rritja pensioneve, përkraja veteranëve, gjitha këto që i ka paraqit. Sigurisht se ju jeni pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës, sigurisht do të besoni që Partia Demokratike e Kosovës do të jetë fituese, mirë po nuk e di qysh kjo shihet tek qytetarë tjerë të partive tjera, për shembull kemi një angazhim të lëvizjes vetëvendosje, nuk e di çfarë fuqi ka lëvizja vetëvendosje në Suharek. Zgjedhjet e kaluara ka dalë si parti e parë, mirë po tash edhe te ta vrehet një intensitet i ulët edhe i të bamit fushat edhe e lëvizjeve në teren, edhe unë besoj shumë që Partia Demokratike ka kandidat më të mirë në Suharek,
edhe karshi partive tjera dhe besoj shumë që kemi me dalë fitues në Suarik. Pse duhet jo vetëm në Suarik, po dhe në Kosovë në përgjithësi, pra të votohet Bedri Hamza, Partia Demokratike e Kosovës, a ka një arsye jashtë aty në arsyeve që janë përmend për shembull para 7-8 muajve kur kanë qenë zgjedhjet tjera? Unë besoj që krahasimin me Partinë Demokratike e kanë edhe vitit 2008 për shpallës pavarësisë deri në 2014 kur PDK-ja ka qenë qeveri, edhe është pa zhvillimi ekonomik me çfarë hapa është bërë në zhvillim të vendit, edhe besoj që është e dëshmuar, është e vërtetuar që Partia Demokratike e ka program kryesor, ka zhvillimin ekonomik për krajën e shtresave që përmenda pensioneve, për shembull Bedri Hamza Nier që si ekonomist më i mirë në sidomos në këtë drejtim, edhe në program që i ka paraqitur për shembull ulja të TVSH-s, ulja tatimit në paga, mos pagesa të TVSH-s në kufi, po pasi të shitet malli për kraja e bizneseve, start-up, për shembull të grant me subvencionu bizneset kur dim që ka shumë tri, që kanë vullnet, kanë energji mirë, po ju mungon për kraja institucionale. E keni përmend sepse edhe ju në punën tuaj sa pash edhe në një biografi që më dërguar në bashkëpunëtorët tuaj, ju merrni pak me këtë pjesën e biznesit, me ndërtimin, nuk e di cilat janë mundësitë ose cilat janë ato lehtësirat që ofron shteti për këta njerëz, për bizneset në kështu përgjithësi? Po deri tash, sidomos 5 vitet e fundit bizneset janë këqyrë edhe ashtu si oligark, si mafia ndërtimit, si mafia betonit. Unë vi prej sektorit ndërtimit, merrem me ndërtim Prishtinë dhe në Suarek, edhe kemi pas goditjet prej më të pamëshirshme prej kryeministrit e prej krejt pushtetit. Çfarë goditje? Po goditje kur del kryeministri me thonë që mafia ndërtimit, oligarkat e ndërtimit, shpërlarja parë, tu e pas parasysh që qeveria ka krejt instrumentin shtetëror në dorë dhe nëse ka shpërlarje parave, urno kontrolloj i institucionet, jo me linçu, jo me akuzu edhe mu pa edhe në sytë të njerëzve se biznis për një me që ndërtimi jo me shpërlarje të parë, na e dim se qysh funksionojmë, të punu 24 orë, të maltretu me kamatat larta të banka, me mos përkrajet bankave, dhe më është një gjendje shumë e rëndune të biznes. Po, e a ka një plan Partia Demokratike e Kosovës se si me ndihmu bizneset, të pak të në bile mos me qujtë si mafia ndërtimit? Po, unë besoj që mjafton për shembull fondi që është bo për te bankat, për shembull, për krajet bizneseve, lehtësira në bank, për shembull marrëveshje që kemi pas me banka pa na pyet prej 4.49, po supozoj ka shku 5.99 dhe domthonë nuk i pas ndaj farçarimi, nuk janë për krah klient, për shembull te marrëveshja ku kem çështjet që bëhen përmes bankës, ka qenë gjendje shumë e rëndune dhe unë besoj shumë që Partia Demokratike me kryeministër Bedri Hamzën ka me bë zgjedhje shumë të mira, ka me bë lehtësira shumë, jo vetëm te sektori ndërtimit, mirë po te gjithë sektori privat. Po, me që përmene sektorin në ndërtim, duke qenë se ju edhe vetë mirë me këtë pjesë, kjo puna e lejeve, qyshor se kam përshtypjen që kanë telashe ndërtuesit me lejen me... Ka procedura burokratike dhe unë besoj që do t'jem një zonë në parlament me i thjersu procedurat me kalu të digitalizimi lejev, të ligjit, sponsorizimi ligjit për pranime teknike, me shty për para, të ligji legalizimit, janë fusha që unë veç veproj edhe që balavachohem çdo ditë, mirë po përmes Ministrisë të Ambientit me kërkes po supozojt komisioneve parlamentare, unë besoj që mundet me ushty për para shumë digitalizimi lejev që e leja ka fillu Komuna Prishtinës, Komuna Suarekës, besoj që është shumë lehtë e zgjidhshme, e shmang burokracinë, e shmang mundësinë e korrupsionit edhe kryen punë shumë shpejt. Lehtësohen të dy palët, edhe na si kërkues edhe institucionet e shtetit. Apo ka blerës të banesa, kështu jashtë teme, po veç po të vesë? Vitin e kalun jo, domethënë këtë vit që veç e po kalojmë, ka ndiku shumë, për shembull në Suarek na 90% i kem blerës diasporën, ka ndiku jashtëzakonisht shumë mos formimi i institucioneve. Edhe në sytë e tyre shihet si lloj krize, a do të bëhet shtet, qeveria, domethënë pasiguri shumë e madhe, pasiguri shumë e madhe. Për shembull edhe në shitjen e banesave? Po, patjetër. Patjetër. Për shembull kemi pas vitin 2023-2024 kur ju tek kryeministri çdo 2 javë më thonë do të bëhet lufta, vetëm. Po, edhe ajo ka ndikuar shumë, sidomos te investitorët e mëdhaj prej diasporës. E vërtetë, se ata kur rinin kryeministrin do thonë kam bën luftë, nuk vjen me investim. Ajo është e qëndrueshme shumë, ai çysh me orë me investu në vend ku bëhet luftë. Po flas për njerëz tan, mërgjimtar tan, e mos flasim për një biznesmen të huaj që do me këshyr me zhvillu me sa men vjen një me investu në Kosovë. Kryeministri me fillu lufta. Kryeministri edhe presidenti çdo 2-3 ditë çdo një javë ju patek që atjere me thonë do të bëhet luftë. Po, por gjithçka e përmendet planet që ju i keni, po gjithçka mund të ndodhë nëse ju bëheni deputet. Apo kuptoni përmendën më herët ato temat që do t'i trajtoni, do t'i dërgoni në Kuvendin e Kosovës, por gjithçka mbarët a do të bëni apo jo deputet.
pse duhet mi votu juve personalisht, nuk po flas Partinë Demokratike, po juve personalisht, pse duhet mi votu njerëzit për deputet? Po, unë besoj që, po kom qef mi përkaz gjeneratës 3 alo, edhe mujna me dhonë shumë, jam 82, 430. Ja i riko, so jam 89. Pak ma i risi ti. Kështu që unë besoj shumë që përvoja që e kemi në me u shpreh në tregun e punës, një përvojë 20 vjeçare, me punu prej marketit, përvoja menaxheriale, përvoja si investitor, ballafaqimi me problemet ndryshme gjatë kësaj periudhe, besoj që mujna me dhon shumë rana institucioneve për punët, për problemet që ballafaqohemi çdo ditë. Për shembull, kam si temë trashëgimia e pronave, që është një proces që s'është marrë shteti asnjëherë. Bartja e pronës për shembull prej stërgjyshit, prej gjyshit. Ky është problem shumë i madh. Ne kemi namën Bob Gjysh. Po namën kërkujna, domethënë nuk e di se do namën kërkujna që unë besoj tash ka avancuar shumë është oda inxhinierisë, arkitekta, oda geodetëve me një memorandum me odën e notarisë mund me thjeshtu shumë si procedurë. Është një pilot projekt u zhvilluar, Suare ka pasur rezultate jashtëzakonisht madh, mi ia vlerësua edhe barrën financiare. Për shembull, e dim një akt notarial i trashëgimisë kushton kogja shumë te noteri, domethënë me subvencionu ministria përmes agjencionit katastral, kjo do të kish lehtësuar shumë. Domethënë i kam çto pikat ku fushat që veproj, kam mundu me shty shumë përpara, kjo nuk është lehtësim veç për sektorin privat, po është lehtësim edhe për qytetarët. Nuk e di, Bedria ka qenë në Suare këtu ditë? Po, kemi qenë Dillën e ka pas takimin, kjo është pjesë e takimit. Qysh po pritet Bedria në Suarek, se Partia Demokratike e Kosovës ka vite që në Suarek nuk është që ka pas ka qenë aliancë, ka qenë vetëvendosja, apo PDK-ja nuk është që... Partia Demokratike në 2007 ka shku Enver Hoxha në balotazh, 2009 në Enver Rama, 2010 në zgjedhje parlamentare ka dalë si fituese e zgjedhjeve, pastaj me ndarjen e nismës ka psu një ramje, edhe normal janë trondit struktura derisa janë rregulluar, tash ka filluar ngritja, unë llogaris që do të dalim si parti e parë në Suarek, për krajet madhe ka Bedri Hamza jashtëzakonisht shumë, ashtu u bë një punë me intensitet shumë të lartë. Jemi të punu edhe ajo lodhja që e kemi vrejt e njerëz me çdo që i përmenëm, besoj që kemi me dalë shumë mirë. Domethënë ka për krajet madhe Bedri Hamza. Çfarë thonë njerëzit me këtë lodhje, me këtë le të themi zhgënjem, ndoshta sidomos po flas për këto muaj që nuk u krijuar qeveria, nuk u krijuar institucionet. Ka fillu me hub besimi shumë, te institucionet si shtet, ja kena hub edhe kuptimin, mos vlerësimi qytetarëve, mos vlerësimi njerëzve, e me cilën të Partia Demokratike, domethënë kryeministri Bedri Hamza ka qenë jashtëzakonisht binz në këtë drejtim, edhe në programet e veta, po edhe në paraqitjet e tij publike, po edhe si personaliteti i tij që njihet për kohë gjatë, ka dalë shumë binz, edhe unë besoj ka me marrë për krajet madhe shumë edhe në nivel të Kosovës, po edhe në Suarek. Kur i thani kryeministri Bedri Hamza, përmendoni që ka më bë kryeministër apo? Jemi të bindur. Jemi të bindur. Dallimi në zgjedhjet e fundit. Nuk ka zgjedhje tjera. Nuk ka zgjedhje tjera. Se dallimi në zgjedhjet e fundit ka qenë bajegën madh mes të parës dhe dytës. Po, na shohim ndryshime, presim ndryshime dhe na jemi të bindur, këto shkapëtojmë që kryeministër ka me qenë Bedri Hamza. Qysh janë parashikimet në kuptimin e përqindjes të... Besoj që aty të e para për Partia Demokratike është edhe me partitë opozitare që pithojnë tablo ku ishte opozitar, unë e shoh kryeministër Bedri Hamza. E ke fjallën që mund të bënë bashkë të gjitha partitë opozitare? Me Lidhjen Demokratike, për ta krijuar qeverinë e re. Po ku Milo Albinin? Në Trin. Albini e ka punën më të mirë veç në rrugaj, veç protesta din me bë, nuk është për institucione. Se 40 po thuhet që nuk punoi kurrë Albin Kurti? A din më tregu për cilin projekt dikush diçka? A u përuru në i projekt që është përfundu? Përveç lëmoshave që ka lujt me njerëz me ndihma sociale, dhe unë besoj që koncepti i tij është socialist, me shty shoqërinë ka socializmi, me lëmosh, me bo shoqëri të barabartë. Ajo është kundër bizneseve, domethënë komplet qeveria tina ka qenë kundër sektorit privat. Po vetë qytetarët po e mbështesin, fakti që e kanë votuar ka shumë i bjedh që politikat që ai po i udhëheqin, politikat është votuar me temat që i ka pas të mëdha propagandistike që i ka bë, mirë po tash ka me pas ndryshim shumë të madh se shoqëria jone është shoqëri punëtore. Domethënë na prej kur Gjohiçit e kemi kriju shtetin. Edhe tash me pa një periudhë 5 vjeçare, 6 vjeçare këtë stagnim, secili njeri e sheh, na kem pak njerëz pa punëtora. Domethënë shtresat sociale të pleqjve, pensionistave ose që është propaganduar me shtesa të fëmijëve me këto, na nuk kem shumë njerëz që e dojmë kështu socializmin. Na në koncept jem kogja kapitalist edhe kem qef me bë punë të mëdha, na kem sektorin privat shumë të zhvilluar. Dhe Suareka ka dëshmuar këto, domethënë këto punë të mëdha me
suksesin që kanë treguar atje, po flas individët, bizneset dhe gjithçka tjetër. Ti sigurisht ke qenë më Afrikë Suarek edhe ke pa që unë në Laush nuk shkoj se Suarek. E ke pa se sa shumë biznise kanë Suarek, domethënë ki brende botërore kin Suarek që janë prezent edhe ka pas zhvillim shumë të madh Suareka. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit shumë. Unë juftoj me votu Partinë Demokratike të Kosovës me numër 130, Kryeministrin Bedi Hamza me numër 1 edhe Arben Gega me numër 68. Faleminderit. Faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit frontal, ndërkohë ne mbesim ende me parti politike, mirë po tash flasim për përvjetorin e themelimit të lidhjes demokratike të Kosovës. 36 vjetorin e themelimit të partisë e nesër me omazhet tek varri ish presidentit Ibrahim Rugova. Kryetari parë i partisë u përkujtua nga kryetari aktual e antar tjerë të LDK-s. Në fjalën e parë para mediave, Lumir Abdigjiku përshkroi shkurtimisht rrugën e LDK-s nga themelimi deri më sot. 36 vite më parë, intelektual të shuar të kohës, në krye me atin themeltar të Republikës Kosovës, presidentin historik Dr. Ibrahim Rugova, themeluan lidhjen demokratike të Kosovës, programi së cilës së shpejti u bë program nacional i gjithë popullit të Kosovës. Ky program synon të lirinë, synon të pavarësinë, synon të demokracinë. Ky program u realizua në plotni. Liri, pavarësi dhe demokraci për 36 vite ishte, mbetet dhe do të jetë misioni ynë politik dhe sot. Lideri i LDK-s fjalën e përfundoi duke uruar popullin e aktivistët e partisë për këtë ditë të shënuar për ta. Urime edhe juve edhe popullit të Kosovës, sepse siç e dini, LDK-ja para se të jetë parti politike ishte lëvizje e gjithë popullit të Kosovës, kështu është nis, kështu do të jetë përgjithmonë në histori. Pas omazheve, aktivitetet e partisë vazhduan me një ceremoni solemne. Para të pranishmeve, fjalën e mori edhe një herë kryetari i partisë, i cili në fjalimin rreth 15 minutësh foli edhe për aktualitetin në vend e për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në këtë momentum të mirë që gjendemi sot, mu në prag të festave të fundvitit dhe zgjedhjeve nacionale të këtij dhjetori, le të gjejmë forcën e brendshme, të shfrytëzojmë gjitha energjitë e mbetura që kemi, që 5 ditë nga sot të ketë festë të madhe në Kosovë. LDK në zgjedhjet e fundit nacionale ka fituar 18% të votave apo 28% për legjislaturën e 9 në Kuvendin e Kosovës. Emision frontal sigurisht e vazhdojmë me informacione të tjera. Këtë martë, serbi i akuzuar për krime lufte Dragan Naskovic u paraqet në seancën fillestare në gjykatën themelore në Prishtinë. Prokuria speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur aktakuzën ndaj tij për kryerjen e krimeve gjatë luftës, pra krem i luftës kundër popullsisë civile. Nga paraburgimi u lirua me dorzani, andaj erdhi pa pranga në duar. Këtë martë, serbi Dragan Naskovic u paraqet në seancën fillestare në gjykatën themelore të Prishtinës. Por me qenë se nuk e kishte pranuar aktakuzën për krime lufte të prokurorisë speciale, avokati mbrojtës i tij kërkoi shtyrjen e seancës. Mendoj se nuk e plotësua kushtet për mbajtjen e seancës. E kur prokuroria e rastit Ajshe Ferati e dorëzoi atë gjatë seancës, u kërkua pauzë për konsultim me klientin e tij. Pas 5 minutash vendosën që të vijojnë me mbajtjen e seancës, ku u lexua aktakuza për krime të luftës ndaj ish komandantit të nën stacionit në Zhegër të komunës së Xhilanit. Nuk ushtroi kontroll efektiv mbi forcat policore. Nije vrši efektivnu kontrolu nad policijskim snagama. Që ishin nën komandën e tij për t'i penguar apo për t'i ndëshkuar. Pod svojim komandon të spreqin i kazni. Autorët ose për të raportuar aktet e kundërligjshme tek autoritetet përkatëse. Të kaznit počinio cili da prijavi nezakone radnje nadležnim Në organima. lidhje me vrasjet, shkatrimin e pasurisë së palyshme dhe dëbimin e popullsisë civile. Sipas aktakuzës, Naskovic kishte urdhëruar tjetërsimin e vendit të ngjarjes me qëllim të zhdukjes së gjurmëve të krimit. Në cilësinë e komandantit, Për svojstvo komandira, i cili në bashkëpunim me komandantin në stacionit policor në Xhilan, koji u saradnji sa komandirom policijske stanice u Gnjilanu, kanë urdhëruar rrafshimin e vendit të ngjarjes nga kompania
regionale e pastrimit. Në rejtë su regionalne kompani se skupinjë, për këtë srabë në mes të doveqe. Gjithë kjo është bërë me qëllim të zhdukjes së gjurmëve të krimit makabër që kishte kryer një ditë më parë nga forca serbe. Megjithatë, i akuzuari nuk e pranoi fajsin për asnjë pikë të aktakuzës. Para të kur ka ndodhur kjo vepër penale? Ja nisam bio na licu mesta niti komandi u celular u Zhegë. Unë kam qenë në vend Gjore dhe as komandant në fshatin Zhegë. Bio sam premešten u Novo Brdo. Kam qenë i bartur në Novo Brdo. Madje mohoi se në atë kohë kishte atë detyrë për të cilën u pretendua nga prokuroria speciale. Ne osjećam se krivim ni po jednoj delu koje se stavlja na teret. Nuk ndihem fajtor për asnjë vepër e cila më prit në parë mua. Dragan Naskovic është arrestuar me 12 shtator të këtij viti në pikalimin kufitar dhe u i bardh. Prokuria Speciale e Republikës së Kosovës të martën ka ngritur aktakuzë ndaj ish-kryetarit të komunës së Prishtinës, Shpend Ahmetit. Ahmeti akuzohet se ka deklaruar rrajshëm pasurinë duke fshehur rreth 172.000 euro para të gatshme të cilat i kishte deponuar personalisht. I pandehuri akuzohet se nga viti 2018 në vazhdimsi deri në vitin 2022, në cilësinë e kryetarit të komunës së Prishtinës, me dashje ka paraqitur deklarata të pasakta të pasurisë, përkatësisht duke mos deklaruar deponimet të parave të gatshme të realizuara personalisht gjatë viteve përkatëse, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Rasti është dërguar për shqyrtim në gjykatën themelore në Prishtinë në departamentin special. Gjykata speciale ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes së Kadri Vesejlit për lirim të përkohshëm dhe ka urdhëruar vazhdimin e paraburgimit ndaj tij në qendrën e paraburgimit në dhomat e specializuara në Hagë. Në vendimin e marrë nga gjykata, arsye e refuzimit është se ekziston rreziku që ai të pengojë rrjedhën e procesit gjyqësor, si dhe ekziston rreziku për kryerjen e veprave të tjera penale, veçanërisht ndaj dëshmitarëve apo personave të lidhur me rastin. Gjykata vlerësoi se mbyllja e rastit nga prokuroria nuk përbën ndryshim thelbësor të rrethanave që do të justifikonin lirimin e tij. Në vendimin e gjykatës tutje thuhet se asnjë masë alternative përfshir arrestin shtëpiak apo mbikëqyrjen nga ana e policisë së Kosovës nuk është e mjaftueshme për të zvogëluar këto rreziqe. Ndërkohë, emisionin në frontal vazhdojmë tash me bisedën tjetër, do flasim për garën për zgjedhjet e jashtëzakonshme që do të bëhen me 28 dhjetor dhe në këtë garë është edhe Arbnesh Kuqi, kandidate për deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila na vjen nga Gjakova. Arbnesh, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, Arsim. Faleminderit shumë që je pjesë emision frontale, di që keni angazhime në këtë kohë fushate, po besoj edhe kjo intervistë i shërben fushatës. Patjetër, kënaqësi e veçantë, edhe një herë faleminderit për hapësirën që ju jepni kandidatëve që janë pjesë të kësaj gare politike në këto zgjedhje të jashtëzakonshme. Ku me thënë drejtën, mu merr shumë mirë, por që e kemi shumë vështirë me qenë pjesë e çdo të bimi në gjithë Kosovën. Unë vi nga një qytet që Partia Demokratike është në rritje, e për ditë më mirë, themi ne, por që e kam të pamundur me që edhe si jam një rim politik në nivel nacional, të pamundur me qenë pjesë e cili do të bim që mbahet në kuadër të agjendës së kryeministrit në ardhje të zotit Bedri Hamza, por këtu ishte takimi i mbrëmshëm në Gjakovë, një energji e jashtëzakonshme, një pritje madhështore për zotin Hamza, Gjakovar din me vlerësu njërin e dijes, e vendës, e nivelit intelektual, por edhe si menaxher i treguar edhe tashme i dëshmuar zoti Hamza. Shpresoj që na shkon mirë, me ta bërë pjesës që kërkoj falje, cili do mbështec, cili do qytetar të Republikës Kosovës që nuk ka mundësi me taku për safrimi, që unë përmes formave tjera të komunikimit po marr mbështetje të pafund. Nga ta, shpresoj dhe uroj shumë që pasi të kryen zgjedhjet, të kam mundësi me i taku edhe fizikisht. Inshallah si harroni tani kur po kryen zgjedhjet, po harrohen qytetarët, nuk është se po e takuhen më pas. Për ata që më njohin nga afër, e din sa unë jam... Shumë përgjësi, po jo, ke drejt, aty po jo, nuk jam prej atyre që jam mirënjohëse, jo falenderuse.
Këto ta premtoj, është premtim elektoral. Jo, përmendë do shkuar shumë e shkurt për të takuar të gjitha, që ma tej për përplasën për zgjedhje nacionale, se kur janë zgjedhje lokale, i ki ma ofer ato në Gjaku, po sigurisht edhe televizioni ka që të mundësi për t'ju takuar edhe me ata të cilët nuk mundni që të takuni me ta. E thash në fillim hapësinën që më keni dhënë, unë po besoj që përmes frekuencave tyja kanë me njoft për safrë me Ninesh Gjakovës që nëse marrë mbështetjen e qytetarëve të Republikës Kosovës do t'jem një nesh, se thamë kështu me shkurtesë emrin tim, një nesh e Kosovës. Po shpresoj që, nuk e kam të lehtë me thonë drejtën, sepse po thuj se që unë edhe nuk kam qenë shumë gati me një pjesë të garës, por të e pa që sa ka nevojë vendi jonë për njerëz të dëshmuar, unë vij nga pozita e kryesuesës Kovendit Komunës Gjakovës dhe arsyeja pse jam pjesë e garës është me vazhdu punën e mirë në Parlamentin e Kosovës, punë e mirë e cila është vënë në Kovendin e 4 vjet e fundit, e ndershme, e dinitetshme, e përkushtuar. Me shumë zell, jam shumë gati me vazhdu edhe unë besoj që Kosova dhe Parlamenti i Kosovës ka nevojë për njerëz që e vazhdojnë punën e mirë aty ku kanë qenë nivele lokale. Puna në Gjakovë që ju po përmendë, kanë përmendë edhe të tjerë edhe kur kanë zgjedhje lokale, dyqysh i atribuohet më shumë Ardian Gjinit dhe Aleancës. Nuk besoj që cili do subjekt në Gjakovë mundet me bu punë të mira vetëm. PDK-ja në Gjakovë gjithmonë ka qenë determinuesi i fituesit. Dhe sigurisht që pushteti ndahet dhe aty ku ka qenë përgjegjëse Partia Demokratike e Kosovës, edhe në ekzekutiv, edhe në legjislativ, krejt vendimet e mira dhe punë të mira, edhe projektet e mira që i kanë ndodhur Komunës Gjakovës, jemi pjesë, jemi aksionar të projekteve të mira. Kështu që s'ka emën të përveçshëm. Po. Si u pret Bedri Hamza mbram në Gjakovë, sepse kështu tradicionalisht PDK nuk ka shka... Emrin e Zeqës aty. Po, do të flasim edhe për Zeqën, që unë sot mora vesh edhe lidhjen që ju keni me këngëtarin dhe kardiologun e njohur Zeq Kuqi. Po. Ishte një fotografi e qastit me njërin prej kandidatëve, që është pjesë e garës, një besimit. Një mik i joni. Zeqa që dashtin këtë fotografi? Zeqa ato e mbështet fuqishëm bashkëshortën e vetë, se kështu jemi ne. Unë e mbështes në fushat e ti, Zeqa është kardiolog, me profesion, ndërsa pasion e ka kongen, jo veç Zeqa, po krejt familja Kuqi, Zeqa, Ylka, Vali, në fakt gjithë këndojnë. Unë kështu ju shërbej dhe ju dërë trokes për e shoh atmosferën e mirë që vëndodhë dhe që nuk është e rrallë në familjen tonë që ndodhë një atmosferë. E që është atmosferën? Vesh me politikë, veç unë. Po, dole të devijova. Edhe unë devijova. E që është atmosfera në një familje artistësh, ku përshamë kur sa në torë familje si një jo? Jemi 7. 7? Po që jemi në rritje sipër, jemi në rritje sipër me partner të fëmijëve, me nipa me mesa. Po, prej 7 anëtarëve një 3-4 këngëtarë. Qysh është atmosfera për shkak mbrana shtëpisë? Koincidencë e bukur se ne edhe partnerët për shkak Burin Ylke se kemi dirigjent. Po, të dashurën e Valit e kemi Astrid Pallaska, të dashurën e Valit e kemi regjisore, që do thotë na po rritemi artistikisht në kuptimin e profesioneve. E politikisht apo rritet PDK-ja? Jo, PDK-ja po rritet. Në familjen tonë me politikë vetëm unë. Ata e kam mbështet zjarrt. Që duar tërkosin ty tash. Edhe të Arbreshës, po, e kom momentin ta me mduar tërkit, diri me datë 28. Të shoma do të kene arsye me 28. Të shoma do të kene arsye me 28 dhjetor me duar tërkit, ata të cilët ti ke duar tërkit vazhdimisht. Unë mendoj që nuk ka arsye që nuk më duar tërkasin mu, cili do tjetë rezultati numerik. Jo, isha të pytë dëmëdhën të mundësia se pak ma herët kështu thonë që kështu tradicionalisht PDK-ja nuk është që ka qenë shumë e fuqishme në Gjakovë. Në numër, në mbështetje, parimisht PDK-ja është në rritje, po ka qenë është shumë stabile. Ka një elektorat shumë të mirë, shumë dashër, shumë besnik, që ka qenë e letë me u zhvillu në Gjakovë, të e ditë që ka qenë PDK-ja aliancë. Taborë tjera politike kanë qenë dominancë në komunën e Gjakovës, por që kështu jemi na PDK. Jemi në rritje, në hapat nga dalshëm, por që jemi shumë stabile. Po kështu është edhe Gjakova, le të themi pra me shumë ngjyra elektorale, me shumë parti,
Po më interesën që është vetëvendosja në Gjakovë. Më thënë drejtë s'kom hiq interes me një... Jo, du të me ditë që sheki kundërshtore. Po, nuk kom interes me njofë ose si struktura, ose si qëndron si subjekt. E di që fryma ka qenë para 5 viteve, po që është në ramje dhe po që nuk do ta ketë rezultatin që ka pas edhe para 5 viteve dhe edhe në muajin shkurt, në fakt në shkurt të këtij viti. është në ramje. Po, se Gjakova është përfaqësuar për shembull nga figurat të cilat jenë këty në figurat qendrore, këtë për shembull kam parasysh me Moza Kusarin, shefi i grupit parlamentar. Zona Kusari është pjesë alternativës. Gjithmonë në koalicion, se nuk ka qenë asnjëherë në strukturat vetëvendosjes. Po, e ka pas si pozitë shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje. Por që nuk vjen prej subjektit vetëvendosjes. Çfarë do të thotë kjo? Është alternativë. Okej. Por flosëm për Partinë Demokratike të Kosovës, ishëm duke biseduar me atë se si u pret Bedri Hamza dje në Gjakovë. Shumë, e thash, e ripërsëris. Lider, i dëshmun, i admirun. Po nuk po shonë arbëresh? Nuk po kritikon shumë, nuk po shonë, dhe qysh në përfushat ajna në mësuna ka pak, me kritiku kundërshtarin me terma gati edhe për çmu. Ka shumë të frym edhe unë mendoj që jam. Jo gjithmonë duhet fyrjen me e kthy me fyrje, sepse nuk do t'jemi personalisht nuk jo modeli mirë për vajzat edhe gra tjera, nëse unë përplasna nëse diskutoj përmes diskursit ose retorikës tyre. Unë nuk jam pro, kjo është ndoshta edhe një ndër arsyet pse unë jo unë bashkangjit ekipës Bedri Hamzës, pikrisht për shkak të qasjes ti, konstruktive, profesionale, bashkëpunuse, unifikuse, dhe hapësirës që ju jep grave edhe në raport me listën, po edhe në raport me bashkëpunimin me to në projekte ose kauza që i ndërlidhin ato direkt, edhe përmes programit Zotit Hamza, po edhe përmes komunikimit që është i jashtëzakonshëm. Jënë trallë, si Zoti Bedri Hamza, jënë trallë në politiken momentalit të Republikës tonë. Por po thuhet që është epoka Albin Kurtit. Edhe njëherë? Epoka Albin Kurtit, ne i po jetojmë në epokën e Albinit. Unë jo, nuk e di për ty arsim. Jo, po thuhet se unë po jetoj. Unë jo. E kur vjen epoka e Bedri Hamzës? Shpresojmë, jemi të punu në drejtim. Shpresojmë që shumë shpejt. Qysh po i bën ne qytetarë se i pyet shpesh kandidatët dhe përfaqësues e partive politike, sapo ka përfunduar një proces gjator, po flas sapo ka përfunduar para 10 muajve zgjedhje e jashtëzakonshme, është përbërja e njëjtë, është struktura e njëjtë, çka po thoni tash ndryshe për qytetarë për ta votuar PDK-n, ata të cilët nuk e kanë votuar para 10 muajve për shembull. Përfshirja e njerëzve nuk është komplet lista e njëjtë. Po, me disa ndryshime. Programi mund tjetë paka shumë i njëjtë, por që lista është e ndryshme, lista është e larmishme, me figura qoftë në dalimin mosha, dalimin në profesione. Unë mendoj që nuk ka fakt argument ma të rëndësishëm e ma bindës për qytetarët të Republikës Kosovës se sa stagnimi që i kanë bo vendit prej shkurtit deri me këtë ditë që po flasim. Lojnat janë lodhë, të me thënë qytetarët, me lojnat fjalesh, me retorikën e tyre, me zvaritje të proceseve të Republikës, mos konsolidimin e institucioneve më të rëndësishme të vendit. Kjo kënë edhe një arsye që mu më ka bind, hala ma shumë që më qenë pjesë e gares dhe me dhonë kontributin tim cili do edhe sot do tjetë kontributi im në fund të kësaj gare. Por që nuk ka arsye ma bindse. Po. Janë situata dhe zhvillimit që i kemi pa dhe i kemi ndjekur me shumë vëmendje në këtë vitin e fundit, prej muajit shkurt që marrë zgjedhjet e fundit nacionale. Kur e kërkon votën për një qytetari, çka i thu në këmbim të votë? Tashti në komunën e Gjakovës e ka ma lehtë sepse më njohin shumë mirë, më njohin punën time, më njohin kontributin tim ndër vite, ndërsa
Një sloganimi që mu më përcjell gjatë këtyne ditëve të fushatës është apo e bojmë Kosovën më mirë, veç me Bedri Hamzën mundem me bo Kosovën më mirë, dhe besom një mu, beson ani ne, besoj Partisë Demokratike në kry me Bedri Hamzën. Është i dëshmun edhe si lider edhe si profesionist. Që mbone për shtypje nuk e din se Sergjia ka të gatshme një fotografi, një postim që po e ka bo Arbëri Hadërgjonajnë. Hadërgjonaj për ty. Dua me zemër të përkrar një grua të fort, me moral dhe parime. Ta ka bo tag ty, sigurisht. Ka më shumë se 3 dekada që një dhe ka respektin tim maksimal. Nuk më lëshoj dorën kur atëherë kur pata nevoj në kohët më të hidhura të jetësime. Arbënesha, zemër ti meriton të jesh në parlament, jesh zëri i çdo gruaje, nënë e vajze. Ti e mirësia vetë, meriton votën e çdo qytetari, sepse je shembull i mirë për familje, kulturë dhe mendje intelektuale. Ne në familje, Albërinë e një për Zeqës. Mike Zeqës, po tash kom amike unë. 3 dekada pa... Po, se edhe me përjardhe jam të dytë nga Deçani. Nuk ma lëshoj dorën atëherë kur kisha nevojë, çka keni mund të Arbërisë? Nuk parapëlqej të i bëj publike ndimen që e bëj tjetëri. Po që morën përshtypje që ka shkru kjo? E kom bo me shpirt, e kom bo në kuan kur ka pas mas shumë të nevoj, por që metet mes tash. Sa mirë që se pas ka harruar Arbëria? Po shumë mirë njose. E ka virtyt. Po, veç është shumë mirë që ajo publikisht një artiste dele dhe përkrat dikon. Po, plus që absolut s'ka bindje. Po. Ajo i vlerëson miqt, i vlerëson individ, pavarësisht në cilin subjekt janë. Jo veç Albëria, po dhe familja ime që të gjithë, këthuj se janë fytyra publike në fushën e artit, janë me PDK mësë është Arbëresha në PDK. Edhe sigurisht që kanë me votu PDK-në edhe kanë votu edhe në kalunën, por që nuk janë pjesë strukturave të asnjë subjekti politik. Jo veç familja Kuqi, po as Albëria dhe kem pëlqen që është e ngusi shumë shpesh edhe kur sa ka zgjedhje i del ka një mik ose ka një miqe, jo sa mik ose mike, jo sa mu dhe tjertë, po që i mbështet. Kjo është e bukur se kjo ndodh në krejt botë. Absolutisht. Jo, ka shumë rëndësi kur një artiste për masa ose të Arbërisë, për shembull del publikisht me mbështet dikon, besoj që e ka një rëndësi shumë të madhe sa për shembull dalë unë më të mbështet. Për marr shembull. Jo, nuk është keq edhe ti më mbështet Arsim. Edhe hiç nuk e kisha pas problem. Jo, po na kisha se gazetar. Qytetarëve të Republikës së Kosovës voton një Arbreshën. Jo, kisha se gazetar. Se ka nevojë Arbresha për mbështetje më të gjerë se sa komuna e Gjakovës. Unë sigurisht i dham mbështetja më tepër zonjave se jo vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës, por edhe zona tjera në për parti tjera kam pas të ftuar edhe zona tjera nga parti tjera politike për shkak se mendoj që Kuvendi i Kosovës do të ketë përfaqësime të tilla, kështu që falenderoj që je sot pjesë e emisionit frontal, po më intereson pse Albin Kurti nuk do të jetë kryeminist e Bedri Hamza po? Nëse më fton mas datës 28 dhjetor, po do ta jap edhe arsye. Tash nuk janë një arsye pse dami i madh që i ka bëu vendit. Sidomos në 5 vitet e fundit. Nuk kanë asnjë arsye qytetarët të Republikës tonë me votu dhe me falë besimin. Ja falen një herë, ja dha mundësi një herë, qytetarët 50%, ndërkohë në themin Gjakovës diti jo vëlla me punu, kur zi me punu në shërrug. Nuk diti, a jo PDK-ja nuk po i shih një punë të mirë që në bënë? Jo, ne i shohim dhe shumë thuj ti ose cili do qytetar që ka bo një punë të mirë, dhe unë PDK-ja është shumë parti për te bindjeve politike, kur është interesi i përgjithshëm, PDK-ja shumë pre, PDK-ja nuk është egoiste, nuk është koforte, kur është interesi i përgjithshëm edhe shumë pre. A po diçka PDK-ja të mirë nga kjo qeverisje 4-5 vjeçare Albin Kurtit? Me sa kam unë informacion prej kolegëve jo. Ti personalisht, a ke diçka që e vlerëson për shembull që u bën mirë në këto Nuk kam pa. Jetoj në Kosovë, jetoj në Gjakovë, nuk kam pa. Punë të mirë i kom pa në Gjakovë, që i ka bu komuna e Gjakovës. Pani për pa modestini, jo pëse kom qenë pjesë e saj, po. Punë të në nivel vendi, jo, nuk kom pa në punë.
Unë të falenderoj shumë që ishë në emisionin frontal. Faleminderit për ftesën, për hapësinën, uroj e shpresoj që jemi shpejt dhe në gjakovë pse jo. Po, patjetër. Shikues të nderuar, unë ju falenderoj dhe juve që qëndruat me emisionin frontal. Këto po japim fond për sot, duke ju kujtuar se pas pak ju pret të shpendje me emisionin Ti Kanapej, kurse në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve, kurse në kohë reale ju mund të informoni përmes gazetës Ekspres.